Shok, sigurisht kryhet nesër. Çka zbuloi prokuroria në rastin Murseli? Në gjykatën themelore në Prishtinë, prokuroria Javorka Perlinçević ka paraqitur sot provat kryesore kundër Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës. Ajo ka treguar se nga telefonat e të akuzuarve janë siguruar raportet forenzike, transaksionet bankare, video incizimet dhe komunikimet në WhatsApp. Si pas prokurores, me 28 nëntor 2023, Naim Murseli i ka shkruar Granit Plavës mesazhin "Shok, sigurisht kryhet nesër", ndërsa një ditë më vonë kanë pasur edhe një thirrje të fundit para ngjarjes. Gjykata ka lejuar administrimin e këtyre provave dhe leximin e deklaratës së babait të Murselit, ndërsa procesi po vazhdon me akuzat për vrasje të rënë ndaj tij dhe bashkëpunëtorëve.